për sigurinë publike. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ilir Proda deklaroi sot se krahasuar me vitin 2025 për këtë vit regjistrohet ulja e rasteve të kultivimit të bimëve narkotike në territor, ndërsa shtoi se Shkodra mbetet qarku me riskun më të lartë në këtë drejtim. Në konferencën me Departamentin e Sigurisë Publike të Ministrisë së Brendshme të Italisë për luftën kundër kultivimit të kanabisit gjatë vitit 2025, Proda vlerësoi modelin e suksesshëm të bashkëpunimit mes Policisë së Shtetit dhe autoriteteve italiane. Nga analiza e bërë si dhe këtë vit, qarku i Shkodrës mbetet qarku me risk më të lartë me 105.591 bimë të asgjësuara në territorin e këtij. Njëkohësisht nga strukturat e Policisë së Shtetit në fazën fillestare janë evidentuar dhe asgjësuar 17.447 fidan të dyshuar kanabis. Për gjatë 10 mujorit të vitit 2025 kanë evidentuar 580 raste kultivimi me 191 shtetas të implikuar, nga të cilët 106 janë arrestuar, 36 janë ndaluar, 17 janë proceduar në gjendje të lirë dhe 32 në kërkim. Po t'i krahasojmë këto të dhëna me të njëjtën periudhë të vitit 2024, për gjatë 10 mujorit të vitit 2025, kemi ulje me 132 rasteve të kultivimit. Proda vlerësoi bashkëpunimin me Guardia di Finanza, që sipas tij prej shumë vitesh ka dhënë rezultat shumë pozitiv. Siç e theksova dhe në fillim, kjo luftë ndaj këtij fenomeni nuk mund të bëhet kurse si e vetme. Bashkëpunimi ndërkombëtar, sidomos me Guardia di Finanza, prej shumë vitesh ka dhënë rezultate pozitive të prekshme. Proda siguroi gjithashtu se do vazhdojë investimet në teknologji dhe në forcimin e bashkëpunimit me partnerët tanë ndërkombëtar, në veçanti me policinë italiane, që kryen monitorimin nga ajri, sepse kjo është rruga e vetme që garanton sukses afatgjatë.